Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po vazhdon me numërimin e votave për kandidatët për deputet nga radhët e të gjitha partive, ku deri më tani janë numëruar 25.54% e votave. Më poshtë sjellim rezultatet për 10 deputetët më të votuar të partive politike, Lëvizjes Vetëvendosje, PDK, LDK dhe AAK. Në vetëvendosje kryeson Albin Kurti, i cili deri më tani ka marrë 88.313 vota. Ai ndiqet nga numri 2 i partisë Glauko Njufca, më pas vinë me radhë Kuran Murati, Albulena Axhiu, Donika Gërvalla, Xhelal Zveçla, Hajrullah Çeku, Avni Dehari, Mimoza Kusari Lila dhe Ejup Maqedonci, mbyllin dhjetëshën e parë më të votuar të Lëvizjes Vetëvendosje. Ndërkohë, në PDK, top 10 kandidatët më të votuar janë Bedri Hamza, i cili ka marrë 40.272 vota. Ish kandidati për kryetar të Mitrovicës, Arjan Tahiri, është një surprizë e vërtet, pasi ka marrë 19.410 vota dhe ndodhet i dyti pas shefit të partisë. Më pas vinë me radhë Përparim Gruda, Uran Ismaili, Sala Jashari, Vlora Qitaku, Arben Mustafa, Enver Hoxhaj, Rahman Rama dhe Eman Rahmani. Ndërkohë, top 10 kandidatët më të votuar të LDK-s janë Lumir Abdigjiku me 19.068 vota, Hykmete Bajrami me 12.364 vota dhe më pas, në vendin e tretë është Ukur Rugova, një surprizë e vërtet me 10.684 vota, pasi i vinë me radhë Avdullah Hoti, Doar Sakica Xhelili, Kujtim Shala, Anton Quni, Armen Zemaj, Lutfia Ziri dhe Janina Ymeri. Ndërkohë, top 10 kandidatët më të votuar të lista e AAK-s kryesohen nga Ramush Haradinaj, i cili ka marrë 9.903 vota, i dyti është vëllai i tij, Daudi, me 6.118 vota, më pas vjen Besnik Tahiri, Bek Berisha, Time Kadriaj dhe Burim Ramadani. Për momentin mbetet jashtkuvendit ish kryeministri Agim Çeku, i cili me votat e numëruara deri tani ka siguruar 3.739 vota, duke ngelur rreth 200 vota pas vendit të 6, të cilin e ka siguruar si mandat AAK-ja. Sa kaq, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka procesuar 100% të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ-ja, fituesja e zgjedhjeve të së dielës është Lëvizja Vetëvendosje me 433.394 vota, PDK radhitet e dyta me 184.318 vota. LDK-ja nga ana tjetër ka siguruar vetëm 119.201 vota. Më pas, në vendin e 4 renditet Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka marrë gjithsej 49.698 vota. Sa kaq, deri në përfundimin e ditës së parë pas zgjedhjeve të hëna në mesnatë, 6 qendra komunale të numërimit kanë përmbyllur procesin e numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletë votimeve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se numri i përgjithshëm i vendvotimeve të procesuara është 70 dhe u takojnë komunave Mamush, Shtërps, Junik, Hani e Elezit, Klokot dhe Mitrovica e Veriut.